As konga kur ka qenë gruaja jote në klip? Jo. Se përdojtës shumë teksti. Po, aja thuhet mes nesh diçka po zihet, jo natës nuk I dihet. Qështu ka qenë, aja ka qenë konga jam e dytë, bile nuk po muj me zeta asë në YouTube. Me gjeta sot. A gjeta? Ta dërgoj linkun. Kështu që dërgo ma linkun. Po, qashtu I ka ro, konga rasisht jemi taku edhe në atë ko jo, nësi thash apo vjen videoklip, tani pranej me ardhë dhe e patëm realizu, po nuk ka qenë për të, po tani ndodhi dhe gjithçka u bosi me qenë realitet. Pra, s'pari është gjiru klipi, pa posur ndë një raport me juve? Kemi posë kur gjën atë ku. Pastaj, mas videoklipit, kemi fillu me dollë, më taku, edhe tani jemi feju edhe jemi martu, kështu që gjithçka ka lindë. Pastaj, po. Ka qenë kjo ndërsa si lloj suksesi dyfisht, ani pse ka nga natë ku ka pasur me të vërtetë edhe dëgjueshmëri edhe shikueshmëri, po tham kështu me që është klip. Po në anën tjetër realisht e ke pasur një raport I cili konkludoi të jetë I suksesshëm dhe një martesë e konsoliduar. Pa dyshim që po, na në bazë të asaj, pastaj edhe kemi ndërtu familjen tonë që I kemi 2 vajza që I dojmë shumë, e gjithë I dojnë vajzat e veta, e kemi Kajen edhe Ohanën, që jemi shumë të lumtur me to. Me jetë gjatë. Po si janë vajzat, po ju përshtatën këtij ritmi të jetës, kanë shpreh ato preferencat e tyre se ku duan të jetojnë? Kaja është tashmë I bën tash 8 vjet, edhe 1 muj. Ohana është e vogël, I ka 3 vjet, kështu që nuk është që mënët me ditë ajo shumë. Po Kaja është I pëlqen atje me nejt, I pëlqen me gjithë se I mungën edhe Kosova, pasi që deri në moshën 3 vjeçare 4 ka nejt non-stop këtu, po non-stop edhe udhëton, sidomos gjatë verës. Kështu që I pëlqen edhe atje I pëlqen, na po provojmë rikthimin edhe me pasë qysh kam ju do këtë ashtë edhe në Kosovë, po duhet m'ja përshtat edhe shkollën, pasi që është mësu në shkollë amerikane, kështu që duhet m'ja përshtat disa gjëra që besoj që edhe këtu e gjenë vetën njëjtë. Besat ka shumë prindër të cilët jetojnë jashtë, I kanë fëmijët e tyre jashtë, kanë filluar shkollimin, po në anën tjetër kur vije kanë edhe disa sfida sa I përket gjuhës së dyfisht, ose gjatë rritjes ndoshta mund t'i harrojnë disa fjalë shqip, ose mund themi që e flasin tërësisht gjuhën ku ata integrohen realisht. Është kjo e keni parë si sfidë në vete, apo nuk po ndodh me juve sepse flisni vazhdimisht shqip? Jo, është vërtet edhe ki drejt për ato. Po Kaja na non-stop në shtëpi folim shqip, në shkollë I bjen me fol normal, anglisht, pasi që